Ja kur I kthyem në studio dhe rrjedhën e këtij ekspresamër ne po e vazhdojmë me bisedë. Do të shpalosim sot programin e pasur të edicionit të 16 të festivalit më unik në vend, Etnofest, që bën bashk si gjithmonë një vend trashëgimin, muzikën, teatrin, këngën, vallëzimin e shumë çka tjetër. Për të shpalosur këtë program, ne sigurisht se të ftuar në studio e kemi Shoqërie Buçaj, drejtoresh ekzekutive e festivalit. Shoqëria si gjithmonë është kënaqësi kur të kemi në këtë. Edhe për mu. Atëherë I tregova publikut se po kthehet Etnofesti me një edicion shumë të pasur, me edicionin e 16. Para se të shpalosim programin më në detaje, dua të ndalim te kjo pjesa e organizimit, sepse është një festival I përmasave të mëdha dhe po besoj keni pasur shumë punë gjatë gjithë vitit për ta kompletuar, ta themi ashtu këtë edicion. Si ka shkuar përgatitjet dhe jeni gati me I prit mysafirët e shumt? Mirë shumë, po shkojnë tepër mirë. Ashtu si që thatë, më thonë, është një punë e gjatë, dikun gati një vjeçare, sepse mendohet edhe ajo puna kur kryet festivali, që janë punë që kryen, që mbesin në bas festivalit, post festivali themun, apo post traumatik, për punës madhe që ka ky festival. Mandej e thatë edhe vetë që ka një program shumë të madh, dikun brenda natës janë 8 programe, që përgatiten dikun 4-5 skena, edhe janë programet shumë të arteve të ndryshme, arteve pamore, figurative, teatrit, muzikës, gastronomisë, mandej debatet shkencore që kanë me qenë edhe është një punë e madhe, edhe gjithashtu vetë etnokompleksi është një ekspozitë në veti, ta quja ashtu se gjithë ngjarja ndodh aty edhe krejt infrastruktura është bën për këtë festival. Është unik në Ballkan, kemi kërku gjithkohë dhe të hujt që kanë ardhur, thonë që ky është përpos si festival në konceptin e ndërtuar të festivalit, gjithashtu edhe si kompleks është unik. Edhe çdo herë aty ka punë, është një lagje e tonë, them unë, edhe thjesht prej një pike me një pikë, ndoshta veç edhe pa bën kur gjan lodhesh, e lema të I punu. Po, mirë në përgjithësi kanë shku shumë, jemi një staf, më thonë, jo shumë I madh, që kemi punu një vjetë kështu në kuptimin, madej I bashkohet edhe stafi tjetër, mbështetës ka fundi, ushtar të vinë ka fundi. Edhe po besoj që ka me qenë një nga edicionet më të mira, kështu e thamë çdo vit, po me vetë faktin edhe për temën që ka, po dhe një program të jashtëzakonshëm. Jam shumë e lumtur, kemi punu dhe jemi të punu me një vullnet shumë të madh për shkak edhe të kauzës që ka kjo temë këtë vit. Përpara se të kalojmë te tema, po duhet të ndalim te programi. Pra, gjithçka fillon me datën 3 gusht, do të jetë një program I ngjeshur, siç edhe timi nga 7-8 aktivitete në ditë, që zgjat deri më 10 gusht. Nëse mund të më shpalos pak më në detaje se çfarë përmban ky edicion I Etnofestit. Kryesisht, edhe pse kemi me dalë të tema mas nej, po për shkak të paraprakisht si uvertyr, përmeni që është kujtesa si temë dhe në kuadër të saj krejt koncepti festivalit ndërtohet. Edhe shfaqjet, edhe ekspozitat që kanë me marrë pjesë, dikun kemi 13 ekspozita të jashtëzakonshme, ma elitare të mundshme, po të fotografi, vizatim, piktur, skulptur, instalacione, mandekim dhe shfaqjet janë në këtë temë, pastaj koncertet artistike që janë në programin zyrtar, edhe ato gjithmonë kanë të bojnë me temën, edhe debatet që do t'jenë edhe ato, filmat dokumentar, një 3-4 ditë, edhe po ashtu dhe këto ansamblet që kemi na vetë I titullin e Etnofest dhe kemi Etnofest, edhe kështu që krejt këto janë të ndërthurura me temën e kujtesës. E keni pa dhe ju në rrjetet sociale që ka emra shumë të mëdhenj, edhe emra të njoftun, edhe një për hapjen, muj me fol për hapjen, në hapje përpos që bëhet shpalosja edhe hapja të gjitha ekspozitave dhe instalacioneve. Mandej kemi me vazhdu me programin artistik, ku është Lule Lezi, jam shumë e lumtur që do t'jetë me një program të kompozitorëve shumë botnor, ma gjenive të muzikës, po ashtu edhe tonët, edhe shqiptar.
por po ashtu e veçanta se kemi të ftuar edhe 3 artistë, janë instrumentistë nga Bologna e Italisë, me 2 okarina dhe 1 piano, dhe kanë një program të jashtëzakonshëm që ndërthurin kulturat dhe e kanë mbështet te okarina e Runikut dhe okarina e Italisë. Është një program, mandej vazhdoj me një performancë që është bon nga etnoteatri, që do t'jetë për komplet është si lloj premiere për pritjen e musafirit. Më thonë, shpalosen komplet është shfaqje, po që tregohet se si ka qenë tradita dhe si është prit një musafir në shtëpinë tonë, kur shtëpia ka qenë e musafirit dhe e Zotit. Mikpritja diçka që është si temi shoqëror e veçantë e jona që rol e kanë vendet e tjera. Krejt këto thjesht kemi dashur që m'ju kthy komplet asaj çka kemi qenë na, kush jemi, çka ka ndodhur me neve. Dhe gjithmonë përmes kulturës edhe artit është fuqia më e madhe me kthy diçka që është humb. Patjetër. Edhe po ashtu këtë natë kemi edhe Etnonejen që ka me qenë hapje nga Edona Laloshi, është artiste jona që është më tradicionalin Etnofest, tash e kemi si tradita kemi për çdo Etnofest, ka një program të i për mirë. Kjo është për hapje. Por edhe artistat e artit figurativ, kemi emra shumë të njoftun, i kam këtu të shënum disa ekspozita. Patjetër duhet t'i rikujtojmë, po në hapje do t'jetë edhe artisti i cili ishte pjesë e filmit The Odisea, po se e keni paralajmëruar edhe vendimin dhe... Po do t'jetë. Besoj ka zgju shumë kurreshtje te publiku. Ka zgju shumë kurreshtje dhe ka prek shumë njerëz që do t'jetë pikërisht në hapje dhe do t'jetë pjesë e kësaj performancës mysafiri. Ai do t'hyjë dhe do t'kyqet në atë pjesë. Po ashtu do ta ketë edhe një program të veçantë, komplet të tij, me datët 4 e 5, nuk jam ende sigurt, sepse kemi mbet ta shqyrtojmë, por në hapje do t'jetë gjithsesi. Pra ata tingujt që e kanë shoqëruar filmin rekordthyes, do të dëgjohen edhe në do të dëgjohen live, ata që do të kenë mundësi me ardhur, do ta shohin në Kukaj me datën 3. Shumë mirë kjo gjë, po e tham edhe më herët që programi pastaj vazhdon edhe në ditët e vijem me shumë performanca, me shumë si qoftë muzikore, teatrore apo gjithçka tjetër. Mirë, po ju gjithashtu keni inkorporuar për të dytin vit edhe më të vegjëlit, pra përmes rikthimit të edicionit të dytë të bibliotekës, që është diçka që tërheq kryesisht lexuesit e rinj apo jo? Po, kemi edhe gjatë ditëve kemi edhe, domethënë, performanca gastronomike, po ashtu edhe mujmë qujtë artizanale, që do t'jenë edhe shoqata tjera të grave me ekspozita, dhe kjo është një shoqat që ka kërku një partneritet, kemi bon partneritet me disa shoqata që merren me aktivitete dhe e ka pa shumë të arsyeshme që t'jetë, na zakonisht kemi në i program për fëmijë. Edhe kësaj radhe, tham pse jo mos t'jetë libri. Edhe pse mos me bani një aktivitet të tillë në Kukaj, ku fëmijët i kthehen librit dhe bajnë një gjë që t'jenë më larg teknologjisë dhe ka me qenë atraktive. Ata do t'jetë pak ma herët, dikun nga ora 5, kështu që gjithë ata prindë që dojnë me marë fëmijët e tyne edhe me pas një aktivitet fëmijët ndërkohë aty, edhe me vazhdu mandej me pa muzeun, me pa ekspozitat dhe programe tjera, pse jo, më thonë janë të mirë pritur në krejt. Ka me qenë dikun ai 25 minuta i gjatë. Si aktivitet. Po natyrë ka më ban, ka me qenë diçka jashtë normave. Po besoj që pastaj ata mund vazhdojnë të rinë. Mund vazhdojnë, patjetër, në kompleksi është i madh dhe zgjedhin në cilën skenë dojnë me pa një program, sepse ka me pas disa programe gjatë natës. Madje besoj që tek këta të vegjël do t'jetë interesante edhe t'in t'jekin ekspozitat, sepse nuk ju vjen shumë shpesh që t'i shohin pikërisht artistët që ju keni përzgjedhur me i sjell në edicionin e vjetëm. Pa tjetër edhe vetet në kompleksi, thash është një ekspozitën vete, pastaj kemi muzeun etnografik që shumë të vegjël edhe fëmijët është shumë me rëndësi që mi pa ato artefakte që kemi aty, ato gjona që tashmo janë në zhdukje, dhe më thonë janë komplet që na i kemi mbledhën krejt vendet ku folet Shqip, edhe i kemi sjell aty, i restaurojmë, i mirëmbajmë, është një muze shumë i pasun, etnografik, edhe
kemi edhe një shtëpi në Pemë, që e kemi bërë si lloj që fëmijët me pas mundësi, atraktivitet për fëmijët më të vegjël që me hyp aty, me kalu një kohë, dikon gjysore, një orë, me shiju edhe natën pak edhe... Sa e bukur kjo gjë. Është hapësirë e madhe ku njerëzit kanë mundësi secili me gjetë vete dhe nuk e pengon në një program që është matutje të ndorë. Është e gjatë hapësira. Një hapësirë shumë e mirë menduar, po të kthehemi tani tek kujtesa, pra te tema e si vjetme e festivalit. Çfarë nënkupton ajo? Çfarë ngërthen në vete kjo temë? Po tema si teme e gjanë, do më thonë, kujtesa kolektive, kujtesa e trashëgimisë tonë, kujtesa e ushqimeve tona të vjetra, kujtesa për gjanat e mira, se jo vetëm të dhemshme që na ka ndodhë, sepse kemi konsideru që në bas temës që kemi pas të identitetit vitin e kalum, është një kriz e identitetit vetë popullit tonë, edhe një farë mënyre që kjo harrimi që ka ndodhë dhe harresa që ka ndodhë me vedie apo pa vedie apo prej traumave të mëdha që kemi pas si popull, edhe është koha që t'i kthehemi të kujtojmë ato çka neve na ka ndodhë dhe kush kemi qenë na. Për arsye se mbesim si paronj, edhe është një kompleks, do të thonë, si temë shumë e gjanë. Po besoj që kësaj teme në këtë rast është përshtatur shumë mirë dhe për zgjedhja që keni bë sa i përket filmit dokumentar Ferdonia, apo jo? Po. Pra lidhet shumë mirë me kujtesën, me gjërat që pavarësisht se janë të rënda ndoshta për t'i kujtuar, janë të domosdoshme. Është filmi Ferdonia, është një film tjetër për të zhdukurit në temë të luftës edhe ajo. Është mandej edhe ekspozita e Artan Korenicës në temë të Ferdonijes që e ka me film dokumentar dhe si lloj instalacioni ku do t'jetë edhe vetë Ferdonia në hapje në ditën e parë. E din tash ekspozitën e Artan Korenicës. Po, është një projekt që ka ecur shumë mirë. Ka qenë edhe ma herët. Mandej janë edhe filma tjerë në temë të helmimeve që kanë qenë më herët. Po, ashtu një pjesë e historisë. Një pjesë tjetër e filma dokumentar, pra është edhe një temë tjetër për artistat që janë vra. Fatkeqësisht tema kujtesës na ka anu ma shumë nga ajo pjesë, po s'do më thonë që nuk kemi edhe tema të bukra për të kujtesës tonë kolektive, edhe të gastronomisë ose artizanalet që janë, do më thonë, kemi dy pjesë ku do t'jenë farkataria dhe një pjesë e punimeve të panave. Më thonë, këto do të ndodhin dikon 2-3 ditë gjatë festivalit. Puntori, edhe do t'jenë në pjesë të festivalit. Do më thonë, ajo që ma nuk dijet si bëhet ajo punë, një farkatar, ma nuk ekziston. Kemi me maru farkatarin, do më thonë aty ka me qenë live çdo gjë, me zjarin, me gjitha, edhe po ashtu edhe për të banat. Ajo një tjetër është edhe bashkëpunime me Reporting House, kemi edhe një pjesë me ata që do t'jetë kariga e stomatologut, është një instalacion, edhe vagoni. është vagoni i Bllacës, që në formë simbolike do të arrim ta karikat janë të rujtuna, është vagoni original, dhe njerëzit do t'ulen aty dhe do të shikojnë veten e tyre para gati 30 viteve. Do më thonë, thjesht kanë me pas atë shumë mundësi të zgjedhjes të programit artistik, sa që mendoj që ka me qenë një prej arsyeve të mëdhaja me ardhë në festival dhe për shkak se kam ju mbet gjatë në kujtesë. Mendoj që edhe gjanat e mira do të me të mbet gjatë në kujtesë, jo vetëm gjanat e këqija. Dhe po një kësisht, pse kemi si kujtesën si temë, është që edhe një herë mirë të kthehemi, ta kujtojmë veten kush jemi për me mendu kush qka jemi tash.
Tjetër. Jo më këtë ne e thamë se është një program shumë i gjerë kështu për ta shtjelluar dhe sigurisht se ndoshta disa pika dhe po i anashkalojmë sepse është vështirë me i përmbledh të gjitha në kohën që na premton. Shfaqjet teatrore. Po, sigurisht për gjithçka mund të informohen edhe përmes rrjeteve sociale të gjithë shikuesit që po na ndjekin, po duat ndalem pak te kjo pjesa që po e përmendim vazhdimisht që është gastronomia, pra ushqimet tradicionale tonat. Kam përshtypjen se janë ndër ato që komentohen më së shumti sidomos nga vizitorët e huaj që nuk janë nga Kosova, sepse arrin me prek shijen tradicionalit vendit tonë. Po, na këtë performansë që do ta kemi në hapje, është pritja mysafirit ku hyn edhe rituali komplet edhe i ushqimit. Bëhet një ushqim, një bukë e cila është, nuk marrohet, ajo quhet bukë në qerep, është edhe qerepi që shumë njerëz edhe të hujt nuk e dishin asë çka është. Dhe spjegojmë krejt si ka ndodhur kjo, si bëhet aty për aty, komplet pjekja e bukës, edhe është një shije që njerëzve ju mbetet gjatë në kujtesë. Mandej flinja si ritual, e kemi spjeguar dhe pse është bën, si ka qenë rituali, flinë gjitha ata renda që bëhen. Për gjithë njerëzit e dashur, për gjithë njerëzit që nuk jetojnë më. Komplet është. Mandej do të mundohemi që në hapi me bën edhe një ushqim që është bën këty në herë, në për dasma, kazana i kanë quajtur ato, që do ta bëj një kuzhinier i cili ka marrë në për dasma ushqime edhe njerëz kanë hëngër. Që i hanin me ato pjatat e metalit. Domethënë, kujtesa është edhe si tem rikthimi edhe në shije të shumta që kemi. Mendoj që ushqimi është një prej edhe në mënyrë shkencore, është vërtetu që barku është truni i parë, mandej vjen ky truni kryesor. Sepse mbeten gjatë në kujtesë gjanat që i kemi këtu brenda. Edhe i kemi dhënë këtë rëndësi sepse kemi kriju atje një infrastrukturë komplet edhe për gastronomi. Edhe gratë janë aty, edhe performuese të i bën ushqimet, po edhe njerëz të shijojnë. Ajo është edhe një pjesë e Etnofestit. Po diskutimet apo debatet në çfarë forme do të realizohen ato? Si do zhvillohen? Një pjesë do ta mbajmë edhe jashtë, është për shembull një prej debateve që në bashkëpunim me KRCT-n, që kemi bashkëpunuar me drejtoreshën Feride Rushiti, ku ata do të sjellin edhe një ekspozitë sy më sy, është dëshmi, kujtesë dhe shpresë, një debat shumë i rëndësishëm. Edhe mendoj që do të kemi shumë të ftuar, do të jenë të ftuar diku ambasadat gjitha, mandej njerëz shumë të rëndësishëm, që do t'i ftojnë ata, po edhe njerëz tonë të Etnofestit. Ata do të mbajmë jashtë, sepse ka shumë interesim të njerëzve prej tash, ku do të ketë edhe diskutime, do t'jenë edhe tre të mbijetuarit të dhunës seksuale, cilët kanë dëshmuar publikisht, e dim të gjithë kush janë, Basfia dhe dy të tjerët, edhe mandej debate tjera që janë pak më të gjuhësore dhe kulturore, cënimi kulturës, cënimi gjuhës, do të shikojmë, kemi ambiente të shumta ku do t'i mbajmë, edhe është një numër i caktuar i njerëzve të cilët kanë dëshirë me i përcjell. Edhe pse vitin e kaluar kemi pas shumë interesim të madh edhe për debate. Njerëzit kanë qenë tetur me debatu për çështje të rëndësishme. Siç duket ai ambientu edhe kjo pjesë është e rëndësishme. Mirë, po a ka ndonjë risi në këtë edicion të 16 dhe ndoshta nëse keni ndonjë informacion që doni me nda me shikuesit të cilët kanë vendosur që për herë të parë me ndjek Etnofestin? Po, mendoj që ata që s'kanë qenë asnjëherë, më thonë është një program shumë i pasur edhe një festival unik i cili ngërthen vetë gjitha programet dhe për gjitha moshat. Për fëmijë që është ma i kufizum, se mund tjetë ma ditor, për tjertë është komplet që ata mund të gjejnë vetën të gjithë. Të rinjet, shtresa mesme, njerës që dojnë me dëgju DJ ose muzikë matë, jo të shfrenume për në kuptimin e mirë artistik, njerës të teatrit, njerës të muzikës, kemi, për shembull, kemi dhënë rëndësi shumë edhe kësaj pjesës muzikore, ku janë më thonë official program, ku ka me qenë Orta Jashari me Astrid Stafaj dhe Pranvera Hoxha edhe Avni Krasniqi, një program të këngëve të Nexhmijës, vjen në formë koncertale, një program shumë i mirë që ka qenë para disa viteve, po e rikthen për Etnofest.
Ndë është Flaka Goranci me Echoes of Origins, me disa artiste nga Gjermania, Austria. Pastaj është Besart Amortezani, është Blerim Grubi, është komplet me programet jashtëzakonshme. Mendoj që edhe këto programet e muzikës ju sugjerojnë njerëzve mos me i lëshu. Janë super të mira. Po dhe shfaqet, kemi teatrin e Shkodrës, teatrin e Prizrenit, kemi temën e Burgut, është teatri i Burgut me një temë nga Burgu, nga të burgosurit e Dubravës, edhe ju mbeta bërë që piktorve, por do të kenë mundësin që të shojnë në Facebook dhe Instagram gjitha ekspozitat e jashtëzakonshme që i kemi me autor tepër të Disa prej tyne janë që rregullimet e sakta, ekspozita Arben Shalës është eferveshenca kolektive nëse nuk gabohen, që do t'jetë po ashtu në kuadër të festivalit. Utrev Morina, një skulptor jashtëzakonshëm, Ferid Morina, Ridvan Slivova është fotograf, edhe Ermira Belego Qita Deçani, e cila ka ekspozitën në mozaik dhe bjen një të re, një formë të re, se ka dikon 4 murale, jo po të punume në mozaik, dhe ka premier të na në Etnofest. Fantazim. Edhe ka një program të jashtëzakonshëm. Duat ju përgëzoj, me të vërtet keni bë një program të jashtëzakonshëm në këtë edicion. Me gjithë këta duhet me se cilin o dash me folë, me se cilin për me sjell aty mundesh me marrë me mend çfarë Po vullneti dhe dashnia, e shishon çfarë edicionit pasur do ta sjell për të gjithë ndjekësit e festivalit Etnofest, të cilët tashmë veç me zi presin datat. Harrova kemi edhe një grup tepër të mirë nga Izraeli që do t'jetë me datën 9. Është një grup fantastik, më thonë një njoftun botërisht ku performon në për shumë festivale dhe ka një muzikë të vendeve dhe të popujve më të vjetër, ku mundemi edhe na ndoshta me qenë aty në atë muzikë. Edhe do t'jenë edhe ata. Jemi shumë të lumtur që kemi pas mundësimi. Patjetër. Mirë, po afrohemi si drejt fundit të bisedës shoqërie, po Etnofesti e dim se tashmë ka vendin e vet në zemrat e publikut, pikërisht edhe për shkak të natyrës së festivalit. Besoj ju jeni të kënaqur me numrin e vizitorëve që çdo vit shkon e rritet. A pritni një interesim të ngjashëm edhe në këtë edicion? Mendoj që ka më urrit, ma shumë, në bazë të asaj çfarë njerëzit kur na takojnë edhe kur flasin edhe në rrjete sociale, për edhe plot njerëz që edhe nga diaspora që i caktojnë datat dhe pushimet në këtë kohë për me qenë këto. Ne, adin që shtot një fjalë, na po ja bojmë hizmetin. Edhe e jona është me qenë çdo gjë në rregull nga ana jona artistike. Dhe e njerëzve është dëshira e tyne me dashur me ardhë. Është tepër afër nga Prishtina edhe nga vendet e tjera, më thonë nuk është larg, është 30 minuta nga Prishtina, i kanë shenjat, i kanë dhe Google Map që i sjell deri aty, edhe mendoj që ja vlen që nga data 3 deri me 10 gusht, mos e humbesni, është një program i jashtëzakonshëm që nuk përsëritet më. Sigurisht dhe është shumë i përshtatshëm edhe për këto ditët e ngrohta të verës, sepse ka hije nga do ku shkojnë. Gjithmonë atje është më freskët kukaj, kështu që edhe kjo një arsye, netet janë shumë më të freskëta edhe kanë me shiju 100%. Faleminderit shoqërie shumë që gjete kohë me i nda gjithë këto informata me shikuesit e Express Summer, edhe po du mi uru shumë suksese me këtë edicion, e do takohemi po besoj atje në ndonjërin prej ngjarjeve. Absolutisht, ju presim nëse çdo ditë s'keni mundësi, s'pako disa prej ngjarjeve që ju konsideroni që janë më të rëndësishme. Me shumë kënaqësi, faleminderit shumë. Faleminderit.